إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Gjematë ndëruar, Allahun subhanahu wa ta'ala prej mirësive që ja u ka dhënë besimtarve musliman është kënaqësia e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Kënaqësia ndaj adhurimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala është që e ban zamrën e lumtur, është që ta zgjeron gjoksin, është që ta rahaton shpirtin. Por kjo kënaqësi ndaj adhurimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala ndryshon prej njerin e të tjetrin, për shkak varet se si e ke raportin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Sa je afër Allahut subhanahu wa ta'ala, aq e nin kënaqësinë në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne si besimtar jemi duke vuajtur se bina në sejdë me gjymtyr tona, por zamra është e fortë dhe nuk njën një lloj kënaqësie. Lexojmë Kur'anin, por se nim një lloj kënaqësie. Japmi sadaka, por kënaqësi nuk nim. Ku është defekti? Ku është problemi? Vim në xhami, thret ezani, me nxi se dalmi në xhami. Vjen dita e xuma, pak jam prej xhamatit të cilët e arrin shpërblimin e një deve, e një lope, e një dashit. Se për pul edhe për vez, Allah i na ruajt. Sa në për xhamia, vin xhamati pasi që i khatibi në khutbe. Ku i mshelin me laqet, fletoret, regjistrat e tyre. Dhe nuk regjistrohet ai person që prezanton në xhuma pasi që i khatibi dhe fillon khutben. Ku është defekti? Ku është problemi? Pse dhe kur të vim në xhami, vim me shpejtësi. Kur të rrim në xhami, rrim me siklet si kur zogi që është në kafaz. Dhe sa më shpejt jemi duke pritur që ta mbaron khatibi fjalimin apo ta mbaron namazin imami dhe sa më shpejt të dalmi prej xhamijes. Përse jemi në këtë siklet? Ku është defekti? Pse nuk kënaqemi duke dëgjuar imamin kur të lexon Kur'an? E pastaj kur delin kafe atje kënaqesh me ta. Atje kënaqesh duke bë mohabet me orë, këtu se ne ngojsh imamin 5 minuta apo 2 minuta nëse e zgat namazin. Ku është defekti? Pse kënaqesh tu dëgjuar lloj kopalla? Pse kënaqesh tu shiku lakuritsi? Pse kënaqesh duke dëgju muzikë? Pse kënaqesh duke ecër rrugës? Pse kënaqesh në trotuar duke bë mohabet? Kurse në xhami ke një lloj sikleti, sikur zogin e malit kur të marrish ta futish në kafaz. Atëherë do të thotë që adhurimin ne e bëjmë me gjymtyr e jo me zamër. Jo për me kënaq dhe me gjet atë rahatin e shpirtit. Imani, dhe t'i cekim disa prej veprave të cilët të bëjnë që të nish kënaqësi në adhurim. Imani ka një kënaqësi, imani ka një shije, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i posedon këto tre gjëra, e din kënaqësinë, ëmbëlsinë e imanit. Imani shijohet me zamër. Imani shijohet me zamër. Ushqimi dhe pija shijohen me gjuhë. Njeriu kur është i smur
a i duket mirë, a kanë shije ushqimi dhe pija. Keni pa, kur është në njëri smut, ne shkojmë vizit në zjarete. Po marmi portokolla, banana, rushe, soka, ati i bot 1 ton rush ati, e mba në Damaskin një vlla prej Talevu pa të bo operacion, edhe pa të nardhë vlezrit, dëshamirt me bo zjaret, në u pa të mbledh 1 ton rush në kuzhin. A më në i smunti si hajke? Se nuk ka shije? Ato i hanë të shnoshtë që ka në shtëpi. Njeriu kur është i smur me zambar, kur e ka zamrën në smund, nuk ka mundësi tanije knatësin e adhurimit që e bën dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Ashtu si trupi nuk e nin gjuha knatësin e ushqimit, ashtu zamra nuk e nin knatësin e adhurimit dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse marrëmi lexojmë Kur'an që Allahu subhanahu wa ta'ala ka përshkruajtur ti ki zbrit kodrës, ajo do të friksohte, do të çajke, kurse si ton nuk letojnë kur të lexojmë librin e Allahut. Nëse marrëmi lexojmë Kur'an, shumë pak lexojmë. Edhe atë mërzitmi se na hik Facebooku. Se një ngojmë palavrat e njerëzive të kodë, se një lexojmë. Do të na hikin. Uthman ibn Affani radiallahu anhu thot, t'ishin pastruar zambrat tona prej mëkateve dhe gjunaheve, nuk do të ngopshin prej dëgjimit të leximit të librit Allahut subhanahu wa ta'ala. Por zamrat janë mbush plot mëkate dhe gjunahe. Për këtë arsye nuk të lë mëkati dhe gjunahi që ti të kënaqesh kur je duke lexuar Kur'an. Të kënaqesh kur imami lexon Kur'an. Të kënaqesh kur të lexosh një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ramazanin e kaluam para disa muajve dhe shë ambient në përxhamiat e muslimanëve, por shumë shpejt ecin 30 ditë. Dhe pas asaj vëren a ishin morçeto musliman para 2 ditëve apo jo? Përse të kush gjurë me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala? Pse mos me vazhdu në atë namaz? Pse mos me vazhdu në atë sadaka? Pse mos me vazhdu në atë lexim të Kur'anit? Ku është defekti? Ku është problemi? Do të thotë që ne nuk e kemi ndik knatësinë e adhurimit që e kemi bërë në Ramazan. Ja pra, haxhilerët kanë mbaruar haxhin, tash do të kthehen, edhe pak. Do t'i shosh bisedat haxhilerëve. A thu vallë, do të tregojnë se është kënaq shpirtnisht. Kur e ka pa gurrin e zi, kur ka bë tavaf, kur ul në Arafat, kur ka dalë Muzdelife, kur ka ecë në xhamarat me gjujt gur, e kur ka shkuar prapë në Qabe, kur i ka qetë flokët, kështu a dhe të folje në këtë mënyrë çfarë kënaqësie të adhurimit, se ja pra ja Rab e vesha ihramin. Unë jam gjendje gatishmëri tash ti të adhuroj. Ja Rab tash po ndona në Arafat. Po të lutëm, ja Rab, se ti kemi mi falë mëkatet. Ja Rab, tash unë po dalë Muzdelife, deri tërnatën, se ti më ke urdhruar. Ja Rab, tash unë do të shkoj të t'i gjuj guralecat, të xhamaratët, se ti më ke urdhruar. Ja Rab, tash po iki po i qethi flokët. Kjo është adhurim ndaj teje, se ti më ke porosit. Kjo është kënaqësi. Apo do vin, pa, sa hati sa ishti mazat i të qabja. Me di çfarë hotela, me di çfarë kallaballaki, njëri gjuke me papuçe, tjetri ta shkeli kamën, tjetri të bëni çashtu, taksit po të mërshin shumë pare, gjëra të kota. Pse? Se ana shpirtërore nuk ka kënaqë. Këshirin vetën anën fizike. Për këtë arsye, njeriu nuk ngopot me adhurim, nuk e nin kënaqësinë e adhurimit për shkak gjunaheve dhe mëkateve. Pastaj ana e shpenzimit dhe sadakas. Pse njeriu kur qep sadaka, i duket që u ka paksu malli, i dhimbet. Pse nuk e nin atë kënaqësinë se tash ti afru te Allahu. Allahu im më ka thonë kush jep, i japi. Kush jele u hatë Allah, unë ja rritja dhe ja shtoj. Do thot, nëse jep një sadaka dhe nin një kënaqësi, një lumturi, një qetësi shpirt, dije se ke shijuar tash kënaqësinë e adhurimit të sadakas. Nëse e përmend Allahun, bën dhikr dhe nin një kënaqësi, një qetësi në shpirtin tënd, dije se tash e ke shijuar kënaqësinë e adhurimit. Apo nëse nisën fillas edhe shpejt për xhamie se mos t'i shkelet pucat dikush, apo ai tjetri të bin kafe, dije se nuk e ke shijuar
knatësinë e dhikrit dhe istighfarit. Pse? Pse atë shpejt po i bëjmë tesbih dhe dalmi prej xhamie? Pse atë shpejt e mbarojmë dhikrin? Kurse nëse është një bisedë e gibetit, si me pi koktel prej të shtrenjtit. Se gibet shlohet zamra, kënaqesh gibet, e keshme, shkrinjesh more, shkrinjesh edhe në xhami, në barke, në shpine, se ma beti madhe, kënaqësi e madhe. 3 minuta, 5 minuta sa në i ban dhikrin. Do thotë se ti si e duke shijuar kënaqësinë e adhurimit, kënaqësinë të përmendjes Allahut subhanahu wa taala. Nëse je duke dëgjuar një hoxh, khatibin apo ligjëruesin, veç e shegoje tapët. I vjen xhumi subhanallah. Kita mëson dinin e Allahut, ta tregon një ajet, ta tregon një hadith, ta tregon një fjalë të selefit, xhumi i vjen më njerë. Kur të ketë gibet, si të 5 banka. Kur të ketë film, si të 5 dinar. Kur të ketë ndaj muzikë, si të 5 dinar. Kur të ketë ders, i vjen shejtani më një herë. Thotë, këto derse këto ligjëratat, kur i keni dëgjuar? Plus nëse zgat khatibi, apo dersin hoxha, apo imami, la ilaha illallah, nuk dini me menaxhu, nuk e keni parasysh xhamatin, nuk e dini çat, s'dini me mbajt njerëzit, s'dini ket. Ai kopalla që çet në trotuar, ai po di apo? Ato në internet, lloj hupshi që del që flet që e ndëgjon ka 15-20 minuta, ai po din apo? Ai po di me menaxhu, po di me i përkrah njerëz, po di me i përfitu njerëzit. Mos ja gju fajin të tjetër, gjuja vetës tënde se zamra është e smur. Si nuk je duke u kënaqur të dëgjosh fjalën e Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Është gjendje çdo san të harxhosh dhe të shpenzosh vetëm kur të jetë për dinin e Allahut, që ta mësosh fenë e Allahut, të duket zamra e rëndë dhe fjalë të rënda, sa më shpejt kërkon zamra të mbarojsh dhe të dalish prej atij vendit ku je. Allah na ruaj. Këtu janë disa smundje të cilat na kanë kapluar zamrat tona dhe na kanë privuar prej kënaqësisë së adhurimit, që ne duhet patjetër ta menaxhojmë, ta kontrollojmë veten tonë, që të përmesojmë veten tonë, që të nina kënaqësinë e adhurimit, se vallahi sahabët dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata janë kënaqur kur kanë hije në namaz, ata janë kënaqur kur kanë dhënë sadaka, ata janë kënaqur kur kanë dalë në rrugt të Allahut, ata janë kënaqur kur kanë lexuar Kur'an. Pse? Se kanë një kënaqësi të madhe. Ka pas prej selefit që kanë thonë është mërzit kur ka ardhur sabahi, ka thonë se tash do të jap selam dhe do të mirna me punë të dunjës e do të jem larg Allahut subhanahu wa taala. Lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej tyre që ta shijojmë kënaqësinë e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Lezer, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjetë rahati në namaz. Kur ka pas në i hall dhe në i telashe, i ka thonë Bilal, o Bilal, në rahato me namaz. Thire zanin. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hinë në namaz, ka pushu, është rahatu, për këtë i ka thonë Bilalit. Të ne thënë, hajta kur ta lisim që këtë namaz. Jo ta kur ta lismi, këtë namaz, ta mbarojmë, sa ma shpejt. Jo, për kundrat, të pushojmë në namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot më janë dashuruar prej kënaqësive të kësaj dunjoje gratë e veta me i dasht dhe parfumi misku, kurse kënaqësia më e madhe, gëzimi më i madh më zhbon në namaz. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Selefi namaz me dal 2 persona e kanë bajt s'ka mujt me shku në namaz. Thot Sheikh Islam bin Taymija në këtë dunja ka në xhennet. Kush nuk hin xhenetin e dunjas, nuk ka për të hin xhenetin e ahiretit. Të parë ton
Janë kanë që janë knaq në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Derisa ata thënë, wallahi, me ditë mbretnin ka pas prej selefit, kanë thonë, me ditë mbretnit dhe fëmijët e tyre dhe paria e tyre, se çfarë kënaqësie ne kemi kur i bëjmë ibadet Allahut, do të na mirëshin me shpatë këtë mirësi. Se më parët s'po t'lon t'i marish. Ama në rahatin, kënaqësin, me shpatë do ta kishin marrë, nuk do ta kishin lënë ti që të kënaqur. Se ju mungon lumturia. Për këtë arsye ne si besimtar duhet që të gjejmë defektin ku është. Pse nuk kënaqemi në namaz? Pse çki namaz nuk na ndal prej punëve të këqija? Ne po falmi po bëjmë punë të këqija. Pse? Për shkak se namazin nuk e ban ashtu si të ka lip Allahu subhanahu wa taala. Namazin nuk e ban sipas urdhave të Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye nuk ndal prej punës së keqe. E dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka ndaluar namazin me fal sikur djeli kur i merr kokrat e kollomboçit apo të grunit. Shpejt, çimer, shpejt. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bë namazin sikur sorra. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i shtri durt sikur çeni namaz. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hun sikur ulët çeni. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lëviz dur kur kanë thonë selam sikur bishtat e kuajve të prapt. Do thot namazin nuk jemi duke bë mirë. Për këtë arsye ki namaz, atë namaz që ti nuk është të dalë prej mëkateve dhe gjunaheve. Ne duhet patjetër kur të him namaz të meditojmë se çka lexon. Çka je duke thënë. Për këtë Allahu subhanahu wa taala thot ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. O ju të cilët keni besuar, mos u afroni namaz duke ju kanë ju të pijet, pjana. Trisat që ta dini ju çka flisni, çka thoni në namaz. Ne për një men nuk pim, se është haram. Ama ne jemi dehur prej kënaqësive të kësaj dunjoje. Jemi të dehur në gaflet. Jemi të dehur mbas dëshirave tona. Jemi të dehur ndaj kënaqësisë të kësaj dunjoje. Na ka dhe nuk e dim çka lexohet në namaz dhe çka thojmë në namaz. Për këtë arsye nuk e nim kënaqësinë. Normal nuk e nim për shkak se është smu vendi ku forcot imani. Është zamra. Është smu zamra. Jemi larguar prej dhikrit të Allahut subhanahu wa taala. Kushdon që të kënaqet në adhurim të Allahut subhanahu wa taala që kanë vetë njëri prej selefit, kur njeriu e humb kënaqësinë e adhurimit, kur fillon të bën mëkat apo pasi që e mbaron mëkatin, ka thonë momentin kur e bën një jetë me bë mëkat, çat moment e humb kënaqësinë në adhurim. Se nin kënaqësinë në adhurimit, Allah na ruaj. Ka pas prej selefit vëllezër të ndershëm të cilët na kanë mësuar neve se si të kënaqemi në adhurim të Allahut subhanahu wa taala, ka thonë tre gjëra janë që të kënaqin në adhurim të Allahut, që ta nis kënaqësinë e Allahut, ka thonë e para është jam kënaq, do thot kur e kam lanë njerëzit, s'ja kam pas derti njerëzive, e kam fol të vërtetën, mu i dhnu filoni, të foli filoni galjemadhe, dhe do të ketë e kam nxjerr prej vetës, edhe atëherë e kam gjetë rahatin, lumturin, kënaqësinë në adhurim të Allahut, e dita i kam larguar shokët e këqij të prishur dhe kam gjetë shokë të devotshëm, dhe e treta thot është e kam lënë ëmbëlsinë e kësaj dunjoje dhe i kam garen mbas ëmbëlsisë të ahiretit. Kjo më ka bërë që të jem i lumtur në dunja dhe tani kënaqësinë e adhurimit. Lut Allah subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej tyre që tani kënaqësinë e adhurimit. Lut Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhenetet e tij. Wa aqimus salat.